Meditim për të falur të tjerët. Ky meditim do t'ju ndihmoj të çlironi çdo barë të mbajtur nga të tjerët, të falni dhe të çlironi të gjithë ata që kanë shkaktuar dhimbje ose pakënaqësi në jetën tuaj. Me ndihmën e këtij meditimi do të mund të krijoni paqe brenda vetes tuaj dhe të largoni çdo ndjenjë të rëndë që ju ka mbajtur të ngujuar. Vazhdojmë. Gjeni një vend të qetë dhe të rehatshëm. Uluni ose shtrihuni dhe mbyllni sytë ngadalë dhe butësisht. Merr një frymë të thellë përmes hundës. Mbaje për disa sekonda dhe ndjehu energjitik bashkë me energjinë që kalon në trupin tënd. Tani nxirre ngadalë përmes gojës. Lëreni tensionet të largohen me çdo frymë nxjerrjeje. Me çdo frymë e cila hyn butësisht në trupin tënd, ti ndjesh i qetë dhe i strukur brenda vetes tënde. Lejo mendjen të shkojë në një gjendje qetësie dhe pranimi dhe lëre të integrohet në këtë meditim, duke dëgjuar vetëm zërin tim. Në këtë moment, ndjeje se sa i sigurt dhe i mbrojtur që je. Lejo që çdo mendim të kalojë, duke mbetur vetëm me frymarrjen tënde të qetë. Tani është koha të pranosh ndjenjat e tua. Në këtë moment, ndoshta mund të ndjesh dhimbje, zemërim, zhgënjim, ose ndonjë tjetër ndjenjë, e cila lidhet me njerëzit që kanë ndikuar në jetën tënde. Kushdo qofshin ata, familjar, të afërt, të largët. Përqëndrohu te këto ndjenja, por pa i gjykuar, duke i pranuar si pjesë të procesit të shërimit. Pranoj këto ndjenja, por mos lejo që ato të kontrollojnë jetën tënde më shumë. Thjesht lejo që të ekzistojnë për momentin dhe lejo që ato të shuhen me çdo frymë që merr, me çdo frymë që nxirrni. Ndjehuni të lirë dhe ndjeje se si energjia këtyre ndjenjave fillon të largohet nga trupi yt. Imagjino një person i cili mund të ju ketë shkaktuar dhimbje. Merr pak sekonda
dhe mendo për personin ose personat të cilët kanë shkaktuar dhimbje në jetën tënde. Shikoj ata me dashuri, por pa të drejtë gjykimit. Mund të jetë dikush që ju ka lënduar fizikisht, emocionalisht, ose shpirtërisht. Shikoje këtë person ose këta persona si një qenie njerëzore, si një qenie hyjnore, si një qenie shpirtërore, po ashtu si ti. Ata gjithashtu kanë përjetuar vuajtje apo dhimbje dhe kanë vepruar sipas aftësive dhe kuptimit të tyre. Lejo tani që të ndjehesh pa ndjenja të ngarkuara dhe përballo me personin i cili ka shkaktuar diçka në jetën tënde, duke pranuar atë si pjesë të jetës tënde. Përballo tani me këtë person. Dhe ndjeje trupin tënd. Çfarë ndjesie të jep? Çfarë përjetimi? Çfarë kujtimesh? Dhe tani që personi apo personat e tjerë në këtë momente janë përballë teje, dërgoju një dritë të pastër dhe të fuqishme. Dërgoj një dritë dashurie. Dhe tani që dërgove këtë dritë, me gjithë zemër fali ose fale. Kjo dritë është e ngrohtë dhe e butë. Kjo dritë është si një ngushëllim ose mund të jetë e fuqishme, duke përfshirë çdo ndjenjë dhe emocion negativ që mund të kesh pasur për këta persona ose për një person të vetëm. Por në vend të zemrimit, ndjehu duke mbushur këtë person me dashuri dhe dritë, pa asnjë ndjenjë hakmarrjeje. Merr frymë dhe lejo që kjo dritë të mbush çdo pjesë të asaj lidhjeje, duke çliruar çdo ngarkesë dhe duke krijuar një hapësirë të re shërimi. Ti ndjehu në paqe në këtë veprim të faljes dhe lejo që drita të shndërrohet në një energji, të shpërndaj vetëm paqe dhe harmoni. Imagjino tani se si çdo lidhje dëmshme, të cilat mund t'i kesh pasur me këtë person, fillojnë të shkrihen
dhe të shpërbëhen. Si një litar I cili shkëputet prej teje. Shiko se si energjia e cila të lidh ty me këtë person largohet dhe shndërrohet në dritë, në të dy anët. Për çdo fjalë të ashpër, për çdo veprim të dëmshëm, lejo që ato të largohen nga trupi, shpirti dhe mendja jote. Me çdo frymë që merr, ndjehuni më të lirë dhe më të çliruar. Ndjenja e faljes është qetësia e shpirtit. Por falja është një akt lirie. Dhe në fakt falja nuk është vetëm për personin që ke në mendje. Falja është një akt lirie për veten tënde. Të falësh është të çlirohesh nga dhimbja që të ka mbajtur rob. Merr frymë dhe ndjeje se si një ndjenjë negative që ke mbajtur në vetvete largohet tani nga trupi, mendja dhe shpirti yt. Shiko tani se si trupi yt mbushet me një ndjenjë lehtësie, sikur çdo barr është larguar. Duke falur, je duke lënë gjithçka që të shkojë, e cila nuk të shërben më, nuk të nevojitet më. Shikoje këtë person ose këta persona se si po ndjehen. E tani, thuaj një bravo të madhe vetës tënde për guximin që ke, për karakterin që ke, për forcën që ke, për fuqinë që ke. Sepse të falësh është akti më I mrekullueshëm që ekziston. Dhe Zotit I pëlqen të falim, të na falin dhe të kemi paqe të brendshme. Me çdo frymë që merr, ndjehuni më të qetë dhe më të fuqizuar. Falja nuk është shenjë dobësisë, por shenjë forcës dhe maturisë. Ti ke lënë çdo lidhje të dëmshme, e cila të ka penguar, të rritesh dhe të ecësh përpara. Kjo është një dhuratë të cilën ti ja ke dhënë vetes tënde sot. Ndjehu I plot dhe I qetë. Tani ndjehu I plot, I qetë dhe I shëruar. Çdo energji e dëmshme ka kaluar dhe është larguar nga jeta jote.
Ndjehu si një dritë e brendshme energjisë tënde, po mbush çdo hapësirë të trupit dhe shpirtit tënd. Ndërgjegjësohu se tani je i lirë, ti ke falur dhe ke krijuar hapësirë paqeje, dashurie dhe gëzimi në jetën tënde. Në këtë moment, ndjehu si një qenie e qetë dhe plot dashuri. E aftë të falë dhe të krijoj harmoni me të gjithë njerëzit rreth teje. Falja është një dhuratë që u bëhet të tjerëve dhe vetës tënde. E tani ndjehu i fuqishëm, i gëzuar dhe i pasur me këtë dhuratë të fuqishme, të cilën sapo e bëre dhe sapo e more. Kur të jesh gati, dal nga dal, përgatitu që të hapësh sytë dhe mbaje këtë energji të qetë dhe të fuqishme me vete gjatë gjithë ditës. Dhe vazhdo t'ja kujtosh vetës që ti je i lirë, i shëruar dhe plot dashuri. Ti e din se sa bukur dhe sa mrekullueshëm është kur fal të tjerët, kur shëron të tjerët, kur fal dashuri pa kushte.